Shtylla elektrike shërben që përmes telave të përqohet energjia elektrike. Por kjo shtyllë, pos këtij funksioni, po përçon edhe rrezik të drejt për qytetarët. Pronari i kioskës afër stacionit autobuseve në Gjakov, ku edhe gjendet shtylla, shprehu shqetësimin e tij. Kjo shtyllë elektrike është që sot ditë, muj me thonë edhe muj që ka marrë lak. Dhe kjo është një rrezik shumë më të fortë për popullatën që mundet me humbë jetën dikush edhe do tjera. Një po në pyetja është tjera njeriu që ta mbrojmë çdo njeri të kësaj toke. E i njëjti ishte munduar që të zgjidhë sadopak këtë problem. Po këto e kom nu veç sa pak me ndihmu me majt në rast rreziku. Shtyllat e vjetra elektrike pos rrezikut nga telat e energjisë paraqesin edhe rrezik nga rënia e tyre, sidomos ato të materialit nga druri. Këto pamje dhe ky shqetësim është alarm për organet kompetente që të zëvendësohet kjo shtyllë duke evituar ndonjë aksident të mundshëm.